Mirëmbrëma dhe përshëndetje. Jemi në studion e zgjedhjeve të jashtëzakonshme 2025, ndërkohë që sonte do të bashkëbisedoj me kryetarin e degës së lëvizjes vetëvendosje në Gjakov, njëherët edhe kandidatin për deputet zotin Agon Batusha. Mirëmbrëma dhe mirëserdhët. Mirëmbrëma, faleminderit për ftesën. Ko fushate dhe pak orë në ndajnë deri të zgjedhjet e 28 dhjetorit, një intensitet i punëve dhe aktiviteteve të lëvizjes vetëvendosje. Si po ecën kjo fushat, edhe pse shkurt, por duket sikur po arrini të shpalosni ato që keni pretenduar? Po spari, sa po përfunduam zgjedhjet lokale, ku patëm një fushat dinamike, entuziaste me kandidatin tonë, profesorin Ardian Gola, me njëherë kuptuam që do të shkojmë në zgjedhje parlamentare dhe nuk na japi kohë as t'i falenderojmë si duhet gjithë ata aktivistë vullnetarë të cilët na kanë ndihmuar në zgjedhje lokale, por besoj që na kanë mirë kuptuar dhe tash po përpiqen edhe të na ndihmojnë që t'i fitojmë këto zgjedhje parlamentare. Entuziazmi është në pikun e vet më të lartë, sidomos tash që edhe Mërgata ka ardhur për festa këtu në Kosovë, por një pjesë shumë e madhe, mos thëmë gjithë ata, po planifikojnë të votojnë në zgjedhjet në 28 dhjetorit dhe po besojmë që edhe mendimi i tyre, edhe mendimi i qytetarëve që jetojnë këtu, do të na jap një shtytës të madhe në këto zgjedhje, sidomos ku të kemi parasysh çish përfunduam në këto zgjedhje. Pra mos të harrojmë që në shkurt qytetarët japin verdiktin e tyre që lëvizja vetëvendosje është subjekti më i madh politik dhe pastaj filluan ato bllokadat në parlament. Së pari e çuditshme është ku deputetët të cilët janë certifikuar nga KQZ që të jenë deputet në parlamentin e Kosovës, një procedurë shumë e thjeshtë teknike që kryhet, ata refuzonin ta pranonin mandatin e tyre. Dhe këtu filloi gjithë saga që na dërgoi këtu në këto zgjedhje parlamentare, gjë që në fund u pa që opozita nuk e ka mendimin për shtet, por e ka për pushtet dhe bën bllokim vetëm për çështje të interesave të tyre të ngushta apo një natë politik për të cilat besoj që qytetari e ka marrë mesazhin për të japur ndëshkimin e duhur me 28 dhjetor. Gjithsesi mbetet të shihet ditën e diel, qytetarët do të flasin vetë. Doja dilja. Synoni për përqindje më të lartë kur kemi parasysh faktin që fituesit kësaj radhe i duhen më shumë vota. Po tu pas parasysh që çka ndodhi, edhe qytetarët besoj kanë të qartë që nuk bën të bazohet më të këto subjekte politike të cilat bëjnë kalkulime për interesat të tyre grupore apo individuale, personale. Prandaj ne besojmë që duke filluar prej Gjakovës, aty ku janë përgjegjës vet, do të thejmë rekord në aspektin e votave, sepse do të arrijmë pra një shifër që nuk është arrit nga asnjë subjekt politik në Kosovën e pas luftës dhe kjo fal mbështetjes së qytetarëve, fal argumenteve dhe fal programit qeverisjes Kurti 2, të arriturave të qeverisë Kurti 2 dhe premtimeve që kemi për qeverisjen Kurti 3. Dhe kjo puna që po bëhet në terren, pavarësisht që janë zgjedhje të shpejta, të jashtëzakonshme, po përballemi natyrisht me fluksin e Mërgatës që e kanë ngjallnuar çdo vend, duke edhe fshatin edhe qytetin. Por natyrisht janë edhe festat e fundvitit, gjë që qytetarët i kanë mbledhit e veta, në familje i kanë punët e veta, por gjithsesi po i kushtojnë edhe vëmendje kësaj ndodhie që është zgjedhje parlamentare dhe unë konsideroj që nuk ka zgjedhje më të rëndësishme parlamentare në dekadën e fundit. Prandaj këto zgjedhje janë shumë të rëndësishme dhe qytetarët do duhet i hupin prej ditës vet 5 deri në 10 minuta të shkojnë në qendrat e votimit dhe të japin mendimin e tyre. Kjo do ta vendosë fatin e qeverisjes për 4 vite të ardhshme dhe ne besojmë që do të jetë një qeverisje e mirë dhe e denjë për t'ju shërbyer qytetarëve dhe për t'ju kthyer besimin e qytetarëve ata, amanetin e qytetarëve me punë të ndershme dhe dinjitoze ashtu siç ata e meritojnë. Çfarë mendoni se mbeti pa u bërë që duhet bërë me që po e kërkoni edhe një qeveri Kurti 3? Pra ne kemi marrë qeverinë prej mandateve që filluan të stërkeqen dhe sistemi nuk ishte ashtu siç duhej që i shërbente të gjithë qytetarëve me barazi e drejtësi. Pra u krijuan një farë kapje e shtetit, pra kemi thujt, dhe nuk i ka shërbyer të gjithë qytetarëve. I ka shërbyer një
grupi të ngushtë dhe nëse ti ki dash me kërku drejtësi ose barazi dhe i përballë me disa grupe ose njerëz të fortë, sistemi ka mbrojt ata. Prandaj ne kemi kthy sistemin dal nga dal me ndryshimet e ligjeve, me shtimin në administratë inspektorëve dhe gjitha aspektet e tjera kudo që ka pas nevojë, për t'ja kthyer gradualisht të barazia dhe drejtësia për cilat shteti është garantuesi për të. Natyrisht nuk i kemi arrit rezultatet 100%, duhet më pas parasysh brenda administratës janë të njëjtit njerëz që kanë qenë edhe në qeverisit e kaluara, ka të atill që punojnë me zell, ka të atill që bëjnë devijime në vendimarrje, ose blokada, ose gjanat e tilla, dhe natyrisht ne kemi gjetë edhe ndërmarrjet publike me minus, pra jo lërë më që s'dilshin 0-0, po hyshin minus duke shteti mi mbajt me borxhe, tash janë të gjitha të cilat performojnë në mënyrë pozitive dhe në gjitha ndërmarrjet ka rritje pagash, ka trajtim më dinjitos të punëtorëve, po si të them, është vetëm fillimi i asaj që duhet të bjerë sistemi në binarët e vet. Natyrisht ka shumë punë për të bërë, puna më e madhe që duhet bërë është reforma në sistemin e drejtësisë dhe sidomos në sistemin prokurorial. Na kemi filluar këtë pjesën e reformës, po të cilat u bllokuam në vazhdimsi ose që unë piquaj në zhargonin popullor ato gurt në rrotë që na kanë fut opozita dhe gjithë ata aleat që i kanë brenda institucioneve të cilat nuk dëshirojnë ndryshimin. Pastaj gjykata kushtetuese pa vërejtjet e veta, por ne jemi të sigurt që me projekt ligjin e ri që do ta hartojmë dhe procesin që do të shkojë, ne do të fillojmë procesin e vettingut në drejtësi dhe jo vetëm në drejtësi, por edhe në hierarkinë e lartë në polici dhe në institucionet e tjera që janë për drejtësi dhe rend dhe ligj. Po ashtu Biroja për konfiskimin e pasurisë do të fillojë punën gjatë mandatit tashëm dhe kjo është një përpjekje tjetër për të krijuar barazinë e drejtësinë, duke filluar nga politikanët, por jo vetëm politikanët, në bazë të rregullave do të analizohen të gjithë ata qytetarë të cilët janë pasuruar më shpejt dhe nuk barazohen me tatime, që kryesisht janë këta oligarkët të cilët nuk po dëshirojnë që të ketë sistem shteti. Ka dhe shumë punë të tjera, sidomos në shërbimet sociale, për cilat është edhe fusha të cilën unë shumë e jap kontributin tim dhe energjinë time, ka nevojë ende për punë, ka nevojë ende për të shtrirë sistemin edhe për të kujdesur për qytetarët. Është bërë begë një punë e madhe, sidomos me shtesat për lona, shtesat për fëmijë, rritjen e pensioneve, rritjen e disa kategorive të caktuarave sociale, por natyrisht ka ende punë për të bërë. Cila vlerësoni se është ajo nevoja urgjente që do të përfitojnë qytetarët e Republikës së Kosovës nëse lëvizja vetëvendosje merr dhe një mandat tjetër? Pra ne kemi proklamuar vendimet e para që do t'i marrim si qeveri, pra është menjëherë ngritja pagës minimale, ku paga minimale në një korrekt të vitit tashëm do të jetë 500 euro. Dhe natyrisht kjo pastaj shkon paralelisht edhe me 500 euro në muaj për çdo lehon, për 6 muaj radhazi, dhe natyrisht do të dyfishojmë shtesat për fëmijë, pra ne kemi xhiret me 0, kemi filluar me 10 euro, u përqeshëm me ato 10 euro, por ne e filluam. Ky buxhet është, nuk e kemi buxhetin e një shteti të fuqishëm. Me këtë buxhet filluam me 10 euro, bën 20, 30, tash 45, pastaj do ta bëjmë edhe 90 euro për fëmijë dhe pastaj do të kategorizohen sa më shumë fëmijë, aq më shumë do të përfitojnë. Kjo është për të nxitur, sepse edhe për të nxitur natalitetin, por në njëjtën kohë për të ndihmuar lehtësuar barrën e familjes, sepse fëmia nuk është vetëm i familjes, është edhe i shtetit, është qytetari i Republikës. Prandaj duhet të kujdesemi dhe kjo shkon paralelisht edhe me zgjerimin e rrjetit të qerdheve publike dhe këtu do të ashtojmë edhe këtë pjesën tjetër që është çdo vendbanim i cili nuk ka kopsht apo qerdhe, fëmijët për kujdesen gjyshrit, pra për fëmijët, atëherë ne do të shtojmë edhe 100 euro mbi pensionin që ka për atë kujdes që bën për fëmijën prej moshës 1 deri në 3 vjeçare. Por ne do të kujdesem që paralelisht mi shtri qerdhet edhe në çdo fshat ku ka nevojë edhe në lagjen e qytet, mos të harrojmë që na kemi gjetë komuna pa asnjë qerdhe publike dhe tash po fillojnë të ndërtohen gradualisht. Ne Gjakova kemi pas fatin të kemi disa, i kemi ndërtuar 5 të tilla dhe një është në proces, një që i themi ne te Pikazez ose
mbrapa Hotel Presidentit. Ajo është një kopsht goxha i madh me kapacitet prej 150-170 fëmijë. I njëjtja ka ndërtohet këtu te garazhi i autobusave, i cili ka qenë një kopsht aty, por ka qenë shumë i degraduar dhe është investim komplet i qeverisë dhe e dyfishon kapacitetin e kopshtit. Kjo e mundësi që gjithë kjo pjesë urbane që tash ka popullsi më të madhe të ketë mundësi të çojnë fëmijët në kopsht publik. Do doja të dija edhe ato përfitimet që do t'i merr qyteti i Gjakovës nëse ju do të uleni në ulsen e parlamentit. Ne kemi pafund probleme si Gjakovë dhe syri dhe vëmendja e gjithë secilit votues deri me 28 dhjetor është se këtë votoj, kush mund të bëj më mirë për mua? Unë kom pas fatin të jem edhe asamblisë 2 mandate edhe deputet. Unë kom ngritë zonin në parlamentin e Kosovës më shumë se për 20 vite që ka ngritë të gjithë të tjerët bashkë. Për Gjakovën, kjo është fakt që mund të përmblidhet me proces verbale të cilat ekzistojnë. Nuk është kjo për të mburr diçka, por ideja është që zëri i Gjakovës për aq çfarë janë votuar ka shkuar në vendin e dur. Natyrisht nuk është e mjaftueshme asnjëherë, do të bëjmë edhe më shumë, por një gjë që do ta bëj personalisht për dallim prej javëve tjera, nuk do ta pres më kryetarin e komunës me ftu në zyrën e vet. 6 vite isha deputet dhe asnjëherë kryetari i komunës, jo vetëm në aktivitete komunale, po as në zyrë nuk më ka ftu, me më tregu se cilat janë nevojat e komunës, ku mundem unë si deputet t'i ndihmoj. Këto do ta bëj vet. Puna e parë e imja si deputet do të trokas në zyret të dera kryetarit të komunës dhe do t'i them hajde ulëm të shikojmë cilat janë nevojat e Gjakovës. Ti lojmë anash dallimet politike, Gjakova ka nevojë për ne. Dhe unë do të ndihmoj bashkë me kolegët tjerë nga Gjakova që do të jenë nga lëvizja vendosje. Këta kemi dëshmu me urën e Rogovës, shkollën e Punoshecit, me rrugën Lipovec Goden, me rrugën Shqipojnë Kralan, edhe me shumë projekte të tjera që na kemi kontribuar në mënyrë direkte ose indirekte. Por disa janë realizuar më shpejt, disa kanë ngecë. Këto janë çështje procedurale ekzekutive të ministrive, por ne punën tonë si deputet natyrisht e kryjmë dhe e kemi kryer dhe natyrisht e kemi ndajt gati edhe në mbikëqyrje të projekteve dhe në kritik. Po ajo që unë besoj që do të realizohet brenda qeverisjes Kurti 3, pra gjatë një mandati, është edhe zona ekonomike e industriale e Gjakovës, Hekurudha që do të fillojë të ndërtohet, do të zgjerohet rruga për Prizren dhe natyrisht do të japim fund kësaj sage me rrugën Gjakov-Dolc, për të cilin kemi folës tërfol, por mendoj që ka ardhur momenti që nuk ka çka diskutohet këtu, duhet të kryhet rruga, ashtu siç jemi marrë vesh dhe na kanë premtuar, sepse unë po them na deputet e kemi bo punën tonë, e kemi ngritë zonin, po janë ato punë ekzekutive, kontratat, çështjet ligjore për të cilat na kanë ngec, por që unë mendoj që viti 2026 do të shënoj edhe fundin e kësaj sage për rrugën Gjakov-Dolc. Pikërisht e tha edhe kryeministri Kurti kur ishte këtu, se në 2026 do të finalizohet si projekt. Dhe unë besoj që Gjakova po shndrohet gradualisht në një hangar të ushtrisë së Kosovës dhe që është një benefit i jashtëzakonshëm industrial e ekonomik për Gjakovën, edhe në aspektin strategjik ushtarak, po edhe ekonomik është një benefit i jashtëzakonshëm për Gjakovën. Jo vetëm që do po hafe fabrika municionit e po planifikohet fabrika e dronëve, madje në Kosova, Gjakova, por këtu do të jenë edhe kazermat ushtarake të cilat që thoshte një plak një ditë në fshat e ke boll një kuakoll me ble ata nditë se cili ushtar zhvillohet ekonomia Gjakovës. Kështu që gradualisht Gjakova po merr vëmendjen e duhur për zhvillim ekonomik e industrial dhe natyrisht Gjakovës i duhet zëri vet në parlamentin e Kosovës. Për këtë natyrisht që si kryetari i lëvizjes vendosje këtu në Gjakovë, unë mendoj që kemi një listë kualitative me bashkë me aleatët tanë, me alternative në listën guxon dhe tani me aleatin e ri Partinë Shqiptare Demokratike, ku kemi emrat të cilët kanë dhënë kontributin e tyre në fushat të tyre profesionale dhe të cilat mendoj që e meritojnë të jenë në Parlamentin e Republikës për të bërë kraji joni në shtytjen përpara të interesave jo vetëm Gjakovës, po krejt Kosovës, po në këtë rast rreth Gjakova. Nga ajo që shohim ne nga terreni është se qytetarët janë skeptikë edhe për
formimin e qeverisë, formimin e institucioneve, ndoshta nga situata zgjedhjeve të kaluara kanë të qartë se ishte një neglizhencë jashtëzakonshme. A do të na pret e njëjta situatë? Apo do të mendojmë për diçka tjetër, të hapur në bashkëpunim apo diçka të ngjashme? Unë nuk mund të parashikoj ato që do të ndodhin, por Paktën kjo është frika e qytetarëve. Por këto zgjedhje janë bërë pikërisht për këtë. Pra na shkon zgjedhje për shkak se opozita nuk pranonte të votonte një qeveri e cila është legjitime, e dal nga vullneti i popullit. Ta kuptojmë, ne deputet nuk jemi aty për mi deviju vullnetin e qytetarëve. Nëse qytetarët thonë se që kjo është personi më i votuar në Kosovë, kush jam unë si deputet më thonë, jo që kjo s'bën në duna une. Përderisa kryeministri Kurti është më i votuar në Kosovë dhe në historitë të Kosovës, atëherë çka kanë disa deputet opozitës aty që mendzi kanë hyrë në parlament që thonë jo s'bën, pse pi devijojnë vullnetin e popullit. Një tentuam për kryetarin e parlamentit, gruaja më e votuar në Kosovë. U propozua për të bërë kryetar e parlamentit. Nuk u zgjodh. Prap një tentativë për mi deviju vullnetin e qytetarëve. Vullneti i qytetarëve shpërfaqet përmes votës, përmes votimit të deputetëve dhe sa më shumë vota, aq më tregon vullnetin e qytetarëve. Prandaj ka pas subjekte të vogla politike me 3 deputet që thoshin anani kryetarin e parlamentit që nuk ishin në rregull me 3 deputet. Ishin ata me 6 ende pretendojnë me bë president, po ajo është devijim i vullnetit të popullit. Prandaj ne si Lëvizje Vetëvendosje mendoj që kemi dhënë një standard, kemi vendosur një standard që vullneti i popullit nuk bën të devijohet dhe si të tillë prapë me vullnetin e popullit në këto zgjedhje ne mendojmë që do ta mbajmë këtë standard dhe rezultati do të jetë më i mirë se në shkurt të këtij viti, gjë që do të na mundsojë neve të marrim disa deputet shtesë në krahasim me shkurtin e këtij viti dhe besoj që nuk do të kemi nevojë të presim opozitën sa janë të pajtimit apo si janë të pajtimit me këtë vullnet popullit. Kështu që unë besoj që do të kemi qeveri dhe do të kemi qeveri stabile për 4 vite të ardhshme. Natyrisht e kemi edhe sfidën në mars ose në prill, varësisht kur vendoset data për zgjedhjen e presidentit, por me një rezultat të mirë, me një rezultat të cilin unë personalisht po pres. Në këto zgjedhje, duke filluar nga Gjakova me një votë rekorde që do të jetë për një subjekt politik në këtë rast për Lëvizjen Vetëvendosje, unë mendoj që nëse kjo shumëfishohet në gjitha komunat nga pak secila komunë, mendoj që do të kemi deputet të mjaftueshëm për të kapërcyer secilën sfidë që na pret përpara. Dhe për fund, cili është numri juaj dhe pse duhet votuar Lëvizjen Vetëvendosje edhe Agon Batushën? Pse duhet të votuar Lëvizja Vetëvendosje deri tani ishim duke një fjali pak më të shkurtër që ta mbajnë mend qytetarët. Lëvizja Vetëvendosje është i vetmi subjekt i cili pasurinë e popullit ja ka kthyer popullit, po bën luftë ndaj krimit të korrupsionit, e ka ngrit Kosovën në secilën sferë dhe në secilën analizë ndërkombëtare që i bëhet Kosovës. Me Lëvizjen Vetëvendosje u morën edhe liberalizimi i vizave, i thelluam e zgjeruam raportet me aleatët, nuk u prishëm armërikën qyshtan, edhe veriut i Kosovës u integrua brenda sistemit të Kosovës, pra ja vendosëm gardhin Republikës dhe natyrisht tani kemi punë me sistemin për ta përmirësuar sistemin që të jetë në shërbim të gjithë qytetarëve pa dallim. Pse duhet votuar Agoni? Unë jam numër 61 dhe unë po them që 61 deputeti duhen Kuvendit Republikës Lëvizjes Vetëvendosje për ta fituar shumicën, andaj duhet të votohet numri 61. Pasi një simbolike. Dhe pse unë mendoj që kam dëshmuar që jam dhe do të jem zëri i vazhdueshëm i Gjakovës, i Trive dhe atyre kategorive të shoqërisë të cilat ndihen të anashkaluar, unë do të vazhdoj ta kryej punën time pavarësisht ku jam e ku në çfarë pozite do të jem, synoj të jem deputet, të kontriboj dhe natyrisht që si djalë i ri që jam i Gjakovës, mendoj që Gjakova asnjëherë nuk harron kontributin që ke dhënë dhe perspektiven që e ke. Prandaj unë e falenderoj qytetarin e Gjakovës prej fshatit më të largët deri te qendra këtu urbane për këtë ato që ka bërë për Gjakovën pavarësisht subjekteve politike që janë. Na dallojmë ndonjëherë prej mendimit politik, po në fund të ditës në Gjakovën, Kosovën, Shqiptarinë kemi bashkë. Faleminderit, shumë suksese. Faleminderit e vrish. Ndahemi këtu bashkë, faleminderit që na ndoqët, natën e mirë.